Tensione dhe përplasje të forta kanë shoqëruar ditën e dytë të mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Vlorës, e cila një ditë më parë dështoi të zhvillohej për mungesë kuarumi. Diskutimet këtë herë u karakterizuan nga tonet e ashpra, ndërprerje fjale dhe akuza të ndërsjella mes këshilltarëve të opozitës dhe drejtuesve të bashkisë. Debati më i fortë u regjistrua gjatë shqyrtimit të çështjes së Vlora Invest, ku përplasjet shpërthyen mes këshilltarëve të Partisë Demokratike dhe administratës vendore. Në fjalën e tij, këshilltari demokrat Atir Tvoxha ngriti akuza të drejtpërdrejta ndaj drejtuesve vendor, duke folur për abuzime dhe parregullsi në menaxhimin e çështjeve financiare. Situata u tensionua më tej kur kryetaria e bashkisë Brunilda Mersini ndërpreu fjalën e tij, gjë që solli reagim të menjëhershëm nga këshilltari opozitar. Hoxha e cilsoi administratën si band krimi dhe vjedhje të organizuara, ndërsa në sallë u dëgjuan reagime dhe kundërshti të forta nga ana e shumicës. Përplasja degradoi në përdorim të gjuhës fyese. Kryetaria Mersini u drejtua këshilltarit demokrat me tonet e ashpra, duke i quajtur mbetje të Partisë Demokratike dhe kufon politike, ndërsa i kërkoi të kërkonte falje për akuzat e bëra. Nga ana tjetër, Hoxha akuzoi drejtimin e mbledhjes për censurë dhe mungesë transparence. Në kulmin e debatit, u dëgjuan edhe shprehje ironike si "bëni si kukumjaçka", duke e kthyer sallën e Këshillit në një arenë përplasjesh verbale, larg gjuhës institucionale që pritet në një forum vendimarrës vendor. Mbledhja u shoqërua me tensione të nashdueshme dhe ndërhyrje të herpashershme për të rikthyer rendin në sallë. Klima e polarizuar politike në Këshillin Bashkiak u reflektua qartë në këtë seancë, ku debatet mbi çështjet administrative kaluan në sulme personale. Ngjarja nxori në pah përçarjen e thellë mes shumicës dhe opozitës në Këshillin Bashkiak të Vlorës, ndërsa pritet që diskutimet për çështjen Vlora Invest të vijojnë edhe në mbledhjet e ardhshme, mes një atmosfere që duket se do të mbetet e tensionuar.